deklarata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me atë që po ndodh. Pra prej 32 ditësh qytetarët protestonin, ndërkohë ka patur një deklaratë dje. Regjia, duhet ta kem edhe tekstin e deklaratës që më pas edhe ta lexojmë. Si e vlerësove këtë zhvillim, se deri tani mos reagimi i ambasadës amerikane ishte parë si një mbështetje për protestën. Si e lexon këtë moment? Ja ku është pak a shumë. Demonstratat, madje i ka quajtur demonstrata dhe jo protesta. Dhe nëse e lexojmë, demonstratat e përnatshme vazhdojnë përpara ndërtesës së kryeministrisë, të vendosur që ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit ndërmjet sheshit Nën Tereza dhe sheshit Skënderbej. Protestat të tjera mund të ndodhin në ditët në vijim dhe ka shumë mundësi që këto të hapen edhe në qytetet tjera. Po ndërkohë që protestat dhe këto grumbullimet e mëdha fillojnë në mënyrë paqësore, situatat mund ndryshojnë shpejt. Protestat mund zgjerohen dhe afër institucione të tjera të qeverisë, pak a shumë, ndërtesave të tjera të institucioneve. Prezenca e policisë. E arritur e policisë. E përmirësuar e policisë. Okej. Apo jo? E arritur, enhanced. Enhanced, okej, e policisë. Mbyllja, bllokimi i rrugëve. Devijimi. Ndërprerjet e trafikut e tjerë mund të priten në orët që vazhdojnë të. Endri, si i lexon këto ideja është të lexojmë mes rreshtave, Mas thash, reagimi parë pas 32 ditëve. Po tregon që situata ka ndryshuar. Pra, situata ka ndryshuar. Situata ka ndryshuar, sepse nëse ne kemi pasur një protestë e cila ka qenë paqësore deri para disa ditësh, me po themi zhvillimet e ditëve të fundit kanë treguar që qeverinë po e lën nervat. Dhe ka filluar të përdori dhunën tashmë. Pra nuk po e duron dot më faktin që njerëzit po protestojnë. Këtu i referohesh situatës para parlamentit. Jo vetëm situatës sepse aty ka ndodhur jo vetëm situatës para parlamentit, situatës para parlamentit, duke filluar që me arrestimin, me ndalimin më saktë, ose më saktë shoqërimin në term juridik të Dritan Goxhait e tjerëve që ka qenë para disa ditësh, të martën, me shoqërimet që kanë ndodhur ndje, edhe par dje, pra në ato që janë, po themi, protesta para parlamentit, dhe kjo tregon që situata tashme nuk është më, po themi, ajo e gjithë këtyre një muaj që ka qenë më përpara, në cilë protestat ka qenë paqësore dhe dilin përpara kryeministrisë. Pra ka hyrë në një fazë të re. Po faza e re mund të hyjë për shumë arsye, dhe arsye kryesore është faji i qeverisë që t'i japi drejtim, po themi, atyre që janë kërkesa, ose të paktën të amortizojë kërkesat atyre që janë protestues. Sepse qeveria ka bërë një kalkulim të keq. Ka menduar që kjo është si njëna protestat e radhës. Pra, kjo është ngjashme me protestat e Lulzim Bashës, që ti di fare mirë, domethënë, dhe në të cilët bësh një xhiro rreth kryeministrisë, kishte raste kur ishte masive, bësh një xhiro kryeministrisë, dilte Basha thoshe Rama ra, i fuset në të kënduar hymnit edhe pastaj në fakt, kjo tani që ka dhënë. E para një për na pjesëmarrje shumë herë më e madhe se ato që ka qenë. Edhe protesta më e madhe që ka qenë në PD-s, kjo është dhe më e madhe se protesta e PD-s, që ka bërë ndonjëherë PD-ja. Dhe kjo protestë, jo vetëm që nuk është, pra, është kjo pjesa e madhësisë, por është dhe pjesa e kozjatës. Nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e Shqipërisë të ketë një kozjatë e tillë. Dhe Rama duke qenë se qasja e gabuar e qeverisë sepse e mendon këtë si një ta zgjidh me një manual politik të zakonshëm. Po qeveria është mësuar, del opozita, proteston, bën një xhiro, ose mund të jenë, po themi,
ato që bëhen tavolinat e Berishës, pra tryeza që dilte, apo që vendosesh para kryeministrisë, që bëndet përnatshme, apo bënte në një lëvizje tjetër, dhe i mendon të tipit të tillë. Dhe gjatë këtyre lëvizjeve që ka bërë opozita, me forma nga më të ndryshme, qeveria nuk ka reaguar. Dhe ka thënë do shuhen vetë. Dhe praktikisht janë shuar vetë. Si ato protestat ndaja që bënte dikur rastet më të fundit me Lulzim Bashën, po edhe që ka bërë PD-ja tani që ishte me Berishën, që ka bërë së fundmi, po që nuk ka rezultuar efikase, pra kanë zgjatur 1 ditë apo 2 ditë, mosbindja qytetare për shembull, mosbindja civile. Po. Dhe edhe kur kanë qenë ato që dinin poshtë balkonit Berishës, edhe ato që para parlamentit, foltorja që dilte para kryeministrisë, pra në të gjitha këto raste, qeveria i ka lënë të shfryhen vetë, nuk ka bërë asnjë gjë, dhe ka menduar dhe me të drejtë që këto do shfryhen dhe kanë për të rënë në pikë. Në rastin konkret? Dhe tashmë, në rastin konkret, qeveria nuk po e kupton se çfarë po ndodh. Kjo është ndryshe. Ata që kanë qenë protest, dhe që kanë marrë pjesë në protest, të pyesësh gjithë ata, ka një frym tjetër. Kjo nuk është protest si protestat e PD-s. Kjo është një protest që për na fryma është e ngjashme me protestat e rinisë së dhjetorit të 90-s, që donin ndryshim sistemi, që kishin ardhur në maj të hundës me sistemin. Dhe që njerëzit i shikonin me habi dhe që Ramiz Alia nuk dinte se si t'i jepte drejtim. Një ngjarje të izoluar si punë e Dykorrikut, i dha drejtim duke thënë këta janë mbeturinat e kombit, etj, bëri një miting madhështor Partia e Punës në Korrik për treguar që ne kemi unitet, siç bëri miting edhe Rama aty te mbrapa te aneksi i stadiumit para 2 javësh për mbledh vetët. Dhe nuk arriti dot të menaxhonte ato të studentëve sepse realisht nuk i kuptonte. Që kishte ndryshuar, ishte një protestë që kishte ndryshuar mentalitetin e shoqërisë shqiptare. Ka ndryshuar atë patternin që dhe kjo protestë ka ndryshuar mentalitetin e shoqërisë shqiptare. E ka ndryshuar mentalitetin. Ata që janë në këtë protestë, tashmë, nuk mahniten më nga fjalët e bukura të Ramës në televizor. Çdo njeri që ka qenë protestë, dhe në protestë mund të ketë qenë mbi 100.000 veta atë ditë që ka qenë dita e pjesëmarrjes masive, mund të ketë qenë mbi 100.000 veta. Ata 100.000 veta që janë në Tiranë, edhe që është pjesa më 150.000 sipas llogaritjeve disave. Ramën nuk e duan më. Domethënë Rama tani ka ngelur mbrapa. Rama ka ngelur lindori dhe kjo protestë është perëndimorja. Në kuptimin e mentalitetit më të avancuar. Rama ka ngelur diktatori i vjetër, ai burri plak që do të mbajë pushtetin me çdo kusht. Ndërkohë që këtë e shohin tani nuk i bën më as për të qeshur. Se dikur edhe mund Dakor. Edhe qeveria këtë gjë nuk është duke e kuptuar. Rama, siç e kam thënë që çfarë duhet bënte qeveria para parlamentit Endri? Çfarë duhet bënte qeveria para parlamentit ku qytetarët godisnin me vezë deputetët, makinat e deputetëve dhe si duhet ta menaxhonte? Se argumenti që përdorin ata dhe unë po bëj të le të themi atë avokatin e qeverisë në rastin konkret. Ja ku janë, në fakt ky ka qenë qëndrimi. Po, dhe po të shikosh, nuk kanë bërë asnjë gjë. Dhe nisi shtyrja nga ana e policisë në drejtim të turmës. Këta ishin thjesht ulur aty, nuk tentuan të solucionin asnjë gjë. Por doli urdhri, spastrojini. Ai ka qenë doli urdhri, spastrojini, hiqini që aty dhe filloi përplasja. Shihet njerëzit, por rinë aty, asnjë gjë nuk po bëjnë. Dhe shikoj, gjysma janë femra aty, dhe sidomos ja po të shikosh edhe këtu dhe atje edhe më tutje. Nuk ishin ndërmend të përplaseshin me policinë. Thjesht donin të rinin rreth parlamentit. Sepse a janë përfaqësuesit e këtyre njerëzve, janë aty brenda. Ishin kërkesat e këtyre. Dhe u kërkua në parlament që të diskutohesh për kërkesat e protestës. Dhe nuk u pranua. Po, nga ana e mazhorancës. Nga ana e mazhorancës. Po, nuk u pranua.
Tani si mendon që duhet ndihen këta? Këta kanë 1 muaj, më shumë se 1 muaj, që janë aty dalin për ditë. Dhe nuk i dëgjon njëri. Është si puna e dikujt të cilit ti e duke i folur 1 herë, 2 herë, 3 herë, dhe duke sikur nuk dëgjon, herë në 20 ti e ngre zërin se që ta kesh vëmendjen e tij. Që të dëgjoj, sepse nuk po i dëgjojnë. Dhe në këtë rast, policia ndërhyri sepse erdhi urdhri nga brenda, sipas trojnë, se do shkonin deputetët hanin drek. E kupton? Se është më rëndësishme ngrënia e drekës, se kanë hallë se psohen, ndërsa që janë deputetë. Po, mos them, nuk filloi, nuk është kështu gjatë gjithë kohës. Jo, nuk është gjatë gjithë kohës, ka element, shiko, gjithmonë ka element edhe brenda turmës, edhe nga po themi dhe jashtë turmës, të cilët ndonjëherë edhe nxisin. Në atë turmë t'jeni sigurt që ka element të policisë. Policisë kriminale që janë të infiltruar në atë turmë. Të cilët në një moment, oficerë policisë kriminale, të cilët janë infiltruar në turmë. Sepse i dallon të pamjet e arrestimeve, persona që janë civil, shkojnë pa pritma, skapin një person dhe bashkë me policinë e fusin furgon. Ai është i policisë kriminale. Po, e qartë, e qartë. Dhe këta pastaj, ka dhe të tillë të cilët duan të japin frymë të keqe protestës dhe fillojnë konfrontimin. E fillon vetaj, gjasmë sigurisht turmës, fillon konfrontimi dhe pastaj policia i përgjigjet, na sulmoi turma kundër përgjigjes se thotë na sulmoi policia dhe përfundon në një dhunë. Gjithsesi, ideja ishte që këtu pam thot ato që tentojnë të justifikojnë policinë apo të delegitimojnë procesin, thonë që ky është një aksion paga shumë që i ngjan, dhe këtë e tha edhe kryeministri Rama, që i ngjan në mënyrë tipike mënyrën se si Partia Demokratike i bënte aksionet politike. Çka ka patur mjaft edhe nga përfaqësuesit e protestës pak në rrjetet sociale që distancohen nga situata të tilla. Si e vlerëson nisur nga ky këndvështrim këtë aksion politik? A duhet ta vazhdojë protesta njëkohësisht edhe të vazhdojë me aksione të tilla politike? Ndonjëherë është shumë e lehtë të bësh akademikun e të bësh moralistin, kuptimin që kjo gjë nuk duhet bërë kështu, po duhet bërë ashtu, jo po kjo është kështu, jo po kjo është ashtu, jo po unë duhet të ruaj atë standardin tim dhe jam kundër dhunës. Është ndryshe të jesh në protest. Unë kam qenë në protest, jo vetëm të kjo, edhe në të tjera. Kur ti bësh në turmë, ti nuk ke më, është ai që krijohet shpirti i turmës. Pra, kur goditet një person në turmë, ti e ndjen veten pjesë të një bashkësie. Kur goditet një individ, ty të ngrihet gjaku dhe shkon vepron. Pra, ti nuk shkon aty për dhunë. Po kur ndjehesh i dhunuar, ke kundërpërgjigje. Dakor, po aja vlen. Dhe e kam fjalën këtu që është e lehtë të bësh akademikun, të thuash jo nuk duhet dhunë këto tjera. Normalisht nuk është mirë që të ketë dhunë. Por duhet të kesh parasysh që aty ka dhe persona që janë të infiltruar në policia që kërkojnë dhunën për plasin, që pastaj Rama të bëjë ato statuset e veta, që degenerojnë në dhunë dhe pastaj njerëzit kanë frikë të marrin pjesë protesta, thonë se është protesta e dhunshme. Nga ana tjetër, përveç kësaj, është dhe fakti tjetër që për më shumë se 1 muaj ti po bën kërkesa dhe qeveria nuk përgjigjet, përkundrazi total, të fyen, të ofendon. Dhe kjo të bën që dhe vetë turmës ti rritet, po themi ai stresi, ai gjaku apo nervi. Sepse unë jam këtu, po dal 1 muaj, më shumë se 1 muaj. Po dal ditë për ditë. Dhe ti jo vetëm që ndëgjosh ato që flas unë, dhe si unë janë edhe 150.000 qytetarë Tiranës, si po thonë këto. Ti jo vetëm që nuk ndëgjon, po ti fillon të thyen. Normalisht do ndihesh i prekur, dhe ti, dhe të ngrihen gjakrat. Dhe kjo është arsyeja që qeveria në këtë rast, duke vazhduar për një kohë të gjatë, kjo që po ndodh, qeveria nuk po e kupton që qeveria fatikisht e ka për detyrë të uli gjakrat. Sepse ngritja e gjakrave mund të çojë në krizë si ajo e 97-s. Edhe atëre,
kur ishin në 97-ën, në 96-ën, fundin 96-ës, në qoftë se PD-ja do kishte bërë zgjedhje parakoshme, njerëzit nuk do kishin kapur armët. Në fund në 96-ës, njerëzit kanë pasur protesta. Dhe nuk kërkonte njeriu atëherë në qoftë se mbani mend, kërkonin ndryshimin e qeverisë, apo jo? Ata që kanë ndjekur protestat në 96. Dhe sikur PD-ja të kishte ndryshuar qeverinë, kryeministrin, dhe të ishte futur vendin zgjedhje parakoshme, nuk do kishte vajtur në 97. Do ishte menaxhuar mirë kriza, njerëzit do shkonin te kutia e votimit, do dilte një rezultat, dhe qeverisë së re që do i binte bara pastaj të zgjidhte krizën e firmave piramidale. Po nuk u menduan këtë shumë. U mendua që unë mund t'i shtyp. Unë mund t'i lej njerëzit të, dhe Rama tani është duke menduar në të njëjtën po themi linjë logjike që ka pasur Berisha në 96, fund në 96. Thua në këto kushte jemi? Po tani ti nuk është e vështirë të bësh parashikime. Po. Është e vështirë të bësh parashikime sepse për shembull përpara se të nisë protesta. A mendonte njëri që do kishte në Tiranë një protestë, jo nga partitë politike, dhe do dilin 150.000 veta në shesh? Kur? Se mendonte njëri. Kur edhe prandaj kjo është. A e mendonte njëri shumë të veçantë si protestë? A e mendonte njëri që do kishte një protestë që dili me mira qytetar për më shumë se një muaj rresht? Se mendonte njëri. Pra, ty të ikën ajo që thuash qartësia që thuash kjo gjë nuk mund të ndodhë. Sepse ishin gjëra që ti mendoje si të pamundura dhe që ndodhen. Pra dhe situata që mund të degenerojë. Ka mundësi ende mund të degenerojë. Nuk do të preferoja të degeneronte. Por mund të degenerojë. Po a janë të nevojshme që qytetarët shkojnë te parlamenti ndërkohë që mund ta vazhdojnë shumë mirë protestën ashtu si çdo ditë, paktën kjo i konvenonte edhe kryeministrit. Jo, kështu u shpreh në faqen e tij në Facebook. Kjo është ajo që duam, jo ajo që pam para parlamentit. Ishte mirë protesta. Po normal që nuk i pëlqen përpara parlamentit, se kur dalin parlamentarët dhe njerëzit aty ju a thonë në sy mendimin që kanë, që janë maskarej, që janë hajdut, që janë palaço. Qytetarët u a thonë në sy deputetëve kur dalin në salla. Kjo gjë nuk i pëlqen Ramës. Kjo protestë mbas dite kur s'ka njeri, Rama është në shtëpi apo është në udhëtim jashtë shtetit. Nuk është në kryeministri Rama kur ndodh kjo protestë. Se po t'ishe Rama aty e shikoj ti se si dilte kjo protestë. Rama nuk është në kryeministri. Rama ka ikur, ka thotë, unë kam lënë aty, dilni ju, bëni, shi sa bukur jeni tu, jeni të qetë, jeni bukur, vazhdoni kështu. Sepse nuk i ndjen kostot në kuptimin, siç e ndjen gjithë ato deputetë që dalin aty dhe fyen dhe me shumë të drejtë fyhen. Jo fyen, po etiketohen, se fyrja është tjetër gjë. Etiketohen ashtu siç janë. Që një pjesë e tyre realisht janë plera. Sepse e tregojnë me ligjet që kanë bërë, me qeverisin që kanë bërë. Që po e shkatrojnë. Kështu që Ramës i intereson. Fole që protesta po hyn në një fazë të re. Cila është kjo fazë? Tani faza e re dhe ta lidhim pak me reagimin e ambasadës për herë të parë të ambasadës amerikane. Se ky është merakuim, domethënë. Si e shikon këtë ndërhyrje të ambasadës? E shikon në favor sepse duhet ta themi që në analizën politike mos reagimi i ambasadës është parë deri diku apo heshtja e ambasadës në raport me mënyrën se si reagonte kur Partia Demokratike bënte protesta është parë deri diku si një mbështetje për protestën. Pse pikërisht tani nisur nga kjo që ju thatë që po hyn në një fazë të re? Po sepse pikërisht tani po ndryshojnë dhe gjërat. Pra ti ke tani përplasje me policinë. Dhe kjo duhet ishte ajo njëna gjëra që qeveria duhet kishte parasysh. Nuk mund të vazhdojnë njerëzit për një kohë të gjatë. Me të njëjtin ritëm. Pra është krejtë e natyrshme që dinamika të ndryshojë në një moment tjetër. Mund të bëhet pjesëmarrja rritet apo ulet, edhe nervi protestës mund të rritet apo mund të ulet. Por në dallim nga të tjerat, kjo protestë ka ndarë mendjen që do jetë për një kohë të gjatë. Pra kjo nuk është një lloj si protestat e tjera. Tashmë këtyre si tradit dalin njerëzit protestojnë. Dhe bëjnë xhiro në bulevardin e Tiranës.
Është këtu në tradit tashmë. Edhe kjo tradit që është këtu, nuk është tradit vetëm në Tiranë. Tirana, siç ka qenë në 90-ën, që ishin ato studentëve që thyen mitin, dalë dalë, mos kujtoni që nuk ka në rrethe që po ndërgjegjësohen dhe po e kuptojnë, domethënë çfarë është realisht Rama dhe pse duhet që realisht të ndryshojë, duhet bërë një Shqipëri e re. Pra, kjo protest mund të shkojë edhe në rrethë dhe kjo është e vërtet edhe në rastin Jo, e para imronte ambasada. Kjo është e vërtet edhe në rastin e ambasadës. Sepse për të mira por për të keq, Tirana i ka paraprirë gjithmonë gjërave në Shqipëri. Është ka qenë qyteti i parë në cilin PD-ja opozita fitoi në 91-shin. Domethënë Kroqi atëherë, domethënë fitoi ndaj Ramizalis, në zonën ku ishte në medrese, që ishte shtëpia e partisë. Që ishte simbolike, shumë simbolike. Në të kohë, ishte qyteti i parë që fitoi PD-ja, opozita në të kohë, dhe është qytet në të cilin PS-ja e mori në 2000-shin me Ramën, dhe pastaj e mbajti pushtetin, pra tregoi atë konsolidim pushteti që pastaj ndihmonte PS-n që të qëndronte pushtet. Dhe tani duket sikur Tirana po humbet. Dhe fryma që është aty është tregon që Tirana ka humbur për PS-n. Dhe kur humb Tirana për PS-n, humb dhe Shqipëria pastaj për PS-n. Se Tirana është ajo që është paraprirësja, është si thua është 2 ose 3 kohë përpara pjesës tjetër të Shqipërisë. Në atë që është nuhatja politike. Prap nuk më përgjigje pyetjes. Ambasada amerikane thjesht po thjesht po përshkruan realitetin. Po përshkruan për shkak se ka hyrë një fazë të re dhe në këtë fazë të re ka faza që mund të ketë përplasje. Pra nuk lexohet si mbështetje se Jo, nuk ka lidhje me mbështetjen me qeverinë, është thjesht është një praktik. Pra kur ti shikon që policia fillon të ndërhyn dhe kryen arrestime dhe nga lëvizjet e popullsisë, pra lëvizjet e demonstruesve aty, ka bllokim të trafikut të tjerë, normalisht ti bën thirrje për qytetarët e tu që të jenë të kujdesshëm. Nuk ka ndodhur ky lajmërim më përpara sepse nuk ka pasur ndërhyrje të policisë më përpara. Në momentin kur policia ndërhyrë dhe filloi të bënte shoqërime, atëherë foli dhe ambasada, sepse pati përplasje midis protestuesve dhe policisë. Dhe kjo mund të ndodhi edhe në të ardhmen. Siç e thash, tashmë kur ka kaluar koka që gjatë, është e paparashikueshme, ti nuk e parashikon dot më tani.